Aksident ajror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, avioni përplaset në pistë, raportohen për disa viktima. Një tragjedi ajrore goditi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku një avion udhëzua në aeroportin e Karolinës së Veriut. Ngjarja ndodhi kur një aeroplan i vogël, Cessna C550 udhëzua gjatë uljes, duke vrarë disa persona, sipas mediave lokale. Aeroplani udhëzua në aeroportin rajonal të Stateville rreth orës 10:15 mëngjesit sipas orës lokale. Përplasja shkaktoi një zjarr të madh dhe raportet fillestare tregojnë se në bord kishte 6 persona. Zyrtarisht numri saktë i personave në bord dhe numri i viktimave nuk janë sqaruar ende. Imazhet e publikuara nga aeroporti tregojnë avionin të përfshirë nga flakët më njëherë pas rrëzimit. Autoritetet dhe ekipet e shpëtimit nxituan në vendngjarje ndërsa ka nisur një hetim për shkaqjet e rrëzimit. Aeroporti rajonal ndodhet në një distancë të shkurtër nga kryqëzimi i autostradës I-77 dhe I-40 dhe rreth 10 minuta me makinë nga qendra e qytetit dhe 64 kilometra nga Charlotte.